Pse pastrimi bëhet kaq i vështirë pas abuzimit narcisist dhe si të rimarrësh kontrollin. Para se të ndiqni këtë artikull, ju lutemi të pëlqeni faqen tonë. Faleminderit. A keni ndjerë ndonjëherë sikur hapësira juaj e çrregullt është një pasqyrë e kaosit të brendshëm? Ndoshta e keni shtyr pastrimin përsëri e përsëri, duke u ndjerë në faj ose të pafuqishëm. Nëse keni përjetuar abuzim narcisist, kjo mund të mos jetë thjesht çështje dembelizmi, por pasojë e një traume të thellë. Abuzimi narcisist lë shenja të padukshme që ndikojnë jo vetëm në emocione, por edhe në aftësinë për të kryer detyra të përditshme si rregullimi i shtëpisë. Në këtë artikull do të zbulojmë pse pastrimi mund të duket i pamundur për të mbijetuarit e abuzimit narcisist dhe si mund të filloni të shëroheni hap pas hapi. Frika nga gabimet dhe perfeksionizmi paralizues. Të mbijetuarit e abuzimit narcisist shpesh zhvillojnë një frikë të thellë nga gabimet. Vite të tëra duke u përpjekur të shmangin zemërimin e abuzuesit, duke kontrolluar çdo fjalë apo gjest, e stërvisin mendjen të lidhë çdo papërsosmëri me ndëshkimin. Zëri i abuzuesit rrënjoset brenda, duke u shndërruar në një kritik të brendshëm të pamëshirshëm. Kur përballen me një hapësirë të çrregullt, detyra e pastrimit kthehet në një betejë emocionale. Një tavolinë e rrëmujshme nuk është thjesht një grumbull sendesh, ajo bëhet simbol i vlerës personale. Mendja përshpërit, nëse nuk mund ta bëj perfekt, më mirë të mos e provoj fare. Ky perfeksionizëm nuk nxit veprim, por paralizon, duke e bërë të pamundur fillimin. Hapi i shërimit, refuzoni nevojën për perfeksion. Filloni me diçka të vogël, palosja e një bluze ose pastrimi i një këndi. Çdo veprim i papërsosur është një akt rebelimi kundër zërit të abuzuesit, një deklaratë se ju meritoni të provoni. Sistemi nervor në alarm dhe mungesa e energjisë. Abuzimi narcisist e mban sistemin nervor në një gjendje alarmi të vazhdueshëm. Mendja është e stërvitur për të skanuar rrezikun emocional, një ton zëri, një shprehje fytyre, një ndryshim humori. Në këtë mënyrë mbijetese, detyrat si pastrimi humbasin përparësinë. Kur truri është i fokusuar te vetëmbrojtja, organizimi i hapësirës duket i parëndësishëm. Energjia emocionale dhe mendore është e kufizuar dhe mjegulla njohëse e bën të vështirë edhe kujtimin e detyrave të thjeshta, si palosja e rrobave. Me kalimin e kohës, kjo gjendje çon në humbjen e rutinave, duke e bërë parashikueshmërinë një shenjë ekuilibri, të ndihet e huaj ose kërcënuese. Hapi i shërimit, filloni të rindërtoni stabilitetin me veprime të vogla dhe të qëndrueshme. Provoni të pastroni për 5 minuta në ditë në të njëjtën orë. Këto momente të shkurtra ndihmojnë trurin të rimsoj se mund të ndihet i sigurt dhe në kontroll. Turpi dhe ndjenja e pavlefshmërisë. Një nga plagët më të rënda të abuzimit narcisist është bindja se nuk meritoni paqe ose bukuri. Kjo ndjenjë turpi i shtyn të mbijetuarit të lënë pas dore hapësirën e tyre, jo sepse nuk u intereson, por sepse ndjejnë se nuk kanë vlerë. Një dhomë e çrregullt bëhet pasqyrë e kësaj padukshmërie emocionale, sikur thotë, kjo është sa vle. Izolimi i imponuar nga abuzuesi, që shpesh i largon viktimat nga miq dhe familja, e përkeqëson situatën. Pastrimi kthehet në një akt vetmie. Krahasimet me shtëpitë perfekte në rrjetet sociale shtojnë presionin, duke e bërë të mbijetuarin të ndihet edhe më i pamjaftueshëm. Hapi i shërimit, refuzoni standardet e pamundura. Hapësira juaj nuk ka nevojë të jetë perfekte, ajo duhet të jetë një streh për ju. Çdo detaj që rregulloni është një kujtesë se meritoni një mjedis që pasqyron vlerën tuaj. Objektet si mina emocionale. Pas abuzimit narcisist, objektet në shtëpi mund të mbartin kujtime të dhimbshme. Një veshje, një foto, një dhuratë, ato flasin me zërin e abuzuesit. Pastrimi kthehet në një përballje emocionale me të kaluarën, duke e bërë shmangjen të duket më e sigurt. Megjithatë, shërimi fillon kur filloni të rikrijoni një hapësirë që ju përket vërtet. Hapi i shërimit, nisni me objekte neutrale që nuk zgjojnë emocione të forta. Dëgjoni sinjalet e trupit dhe lëreni procesin të jetë i butë. Çdo zgjedhje, çfarë të mbani apo të hiqni, është një hap drejt autonomisë. Impotenca e mësuar dhe rindezja e besimit. Abuzimi narcisist gërryen besimin se veprimet tuaja mund të kenë ndikim. Pas viteve të refuzimit dhe ndëshkimit, të mbijetuarit zhvillojnë impotencë të mësuar, një gjendje ku besojnë se asgjë që bëjnë nuk ka rëndësi. Një dhomë e çrregullt përforcon këtë mendim. Pse të shqetësohem? Gjithsesi do të kthehet si më parë. Ky është dhimbja e përpjekjeve të panumërta të dështuara për të kënaqur një abuzues që ndryshonte rregullat. Hapi i shërimit, sfidojeni këtë bindje me ndryshime të vogla, të prekshme. Pastroni një raft dhe vëreni ndryshimin. Çdo veprim, sado i vogël, është dëshmi se mund të ndikoni në botën tuaj. Rrugëtimi drejt shërimit. Nëse ndiheni të mbingarkuar nga çrregullia, mos e fajsoni veten. Ju nuk jeni dembel apo të prishur, ju keni mbijetuar diçka thellësisht orientuese. Abuzimi narcisist lë shenja në çdo cep të jetës, por shërimi është i mundur. Çdo akt kujdesi për hapësirën tuaj, qoftë pastrimi një tavoline apo hedhja e një kujtimi të dhimbshëm, është një hap drejt rimarrjes së zërit dhe vlerës tuaj.
Nëse ndiheni të vetmuar ose të mbingarkuar, mos hezitoni të kërkoni ndihmë. Bisedoni me një terapist, bashkohuni me një grup mbështetës, ose ndani përvojën tuaj me dikë që i besoni. Ju meritoni paqen dhe nuk keni nevojë ta bëni këtë rrugë vetëm. Filloni sot me një gest të vogël. Rregullimi i një këndi mund të jetë fillimi i një rebelimi të heshtur kundër së kaluarës dhe një hap drejt një hapësire dhe jete që ju përket vërtet.